Mirë mbrëma të gjithëve. Qysh jeni ju mirë? Kam folur tamam si vendas tani apo jo? Është më duket pak nga jugu. Qysh jeni apo është këtej bërti? Nuk i dje. Për gjithë ju që ka filluar shkolla, sa për nesh kemi fëmijët në shkollë këtu? Ishte mirë këtë javë? Apo edhe ju vetë po dridheni, keni emocione? Unë pash ato të lajmet edhe pash disa intervista edhe fëmijët po dridheshin nga frika, po fillonin ca klasën e parë edhe thash, po jo vetëm fëmijët, kemi dhe ne thash emocione, ne të mëdhenjt. Ka qenë goxha e ngarkuar. Pushimet besoj keni kuptuar që mbaruan. Nuk ka më pushime, kështu që po kthehemi mbrapsh dhe po rifillojmë shkollën, punët, përgjegjësitë tona pak nga pak. Më vjen keq, do kishim dëshirë që ndoshta të ishim diku duke pas më shumë ca pushime. Si për shembull buzë detit, ke balkoni aty duke pirë një kafe, mirë fare, por kjo ishte më përpara, tani do kthehemi punëve, mirë? Kështu që mirë se keni ardhur, jeni kthyer në Tiranë, se unë pash në takimet e tjera ne ishim pothuajse salla ishte bosh fare. Mirë, pavarësisht nga këto punë dhe përgjegjësi, përkushtime, ne duhet t'i rikthehemi jetës tashmë normale, shkollës, punëve tona, përgjegjësive tona. Ndoshta nuk kemi dhe aq dëshirë, po s'kemi çfarë të bëjmë. Ky është realiteti, apo jo? Jam gatuar këto flete, po. Çdo fillim viti, ne flasim për vizionin e kishës. Më falni, kur unë them fillim viti, mos mendoni që po ngatrohem. Ne fillimin e vitit e numrojmë me njerëzit cilët fillojnë shkollën. Nga shtatori në qershor, duam të mbështesim gjithë studentët, gjithë fëmijët tanë, grupet e vogla cilët fillojnë në shtator dhe mbarojnë në qershor. Prandaj kur them fillim viti, i referohem vitit shkollor. Çdo fillim viti ne flasim për vizionin e kishës. A e dini pse flasim për vizionin e kishës? Më bëri në fakt një pyetje, nuk do ta them kush e bëri, ai do ta kuptoj, edhe më tha, ore, pse flasim vit për vit, në tha, ne kemi mësuar vizionin e kishës, tha. Domethënë, ai në fakt po tregonte zemrën e tij tepër të çiltër edhe shumë të pastër dhe drejt. Tha, çfarë po bëjmë ne, tha, vit për vit duke folë vetëm për vizionin, tha. Edhe unë mundova, përmes asaj kafet i thoja, arsyeja pse ne flasim për vizionin e kishës është që ne duam të vëmë prioritetet tona në vendin e dur dhe këtë vit si kishë. Qoftë kjo në jetën e kishës, qoftë kjo grupet e vogla, qoftë kjo në mënyrën individuale, ne flasim, ne duam që t'jemi të fokusuar dhe të mirë drejtuar. Ore, ku duam ta derdim këtë vit jetën tonë? Mos ta lëm, po mirë, le të vi si të vi, të shikojmë çfarë do ndodhi, le të shikojmë nesër. Mirë? Por ne duam që me të vërtet këto vite të jetës tonë t'i hedhim në mënyrën më të mirë. Arsyeja pse ne flasim për vizionin e kishës është për këtë qëllim. Mirë? Ne duam të fokusohemi tek vizioni i kishës sonë. A mund ta lexojmë? Vizioni i kishës sonë thotë, thirrja jonë parsorë është ta duam Perëndin me gjithë zemrën për kësaj rrjedhin. Një jetë në adhurim,
rritjen karakter të perëndishëm, dashurin ndaj të afërmit, zemër për të humburit, përkushtim në shërbes. Qëllimi është që së bashku me gjithë popullin e Krishtit të arrijë një lëvizje kombëtare drejt mbretërisë së Perëndisë në të gjitha sferat e shoqërisë shqiptare. Ne besojmë se fruti i kësaj lëvizje do të jetë që Shqipëria të bëhet një bekim për shumë kombe të tjera për lavdi të Perëndisë. Udhëheqësia kishës son e ka parë të udhës dhe këtë vit përsëri ne të shikojmë pak tek rrënjët. Ne kemi titulluar, si shikoni, serin për kushtim ndaj Perëndisë dhe ndaj njëri tjetrit, dhe do të jemi duke folur për 6 javë. Dhe do të qëndrojmë patjetër tek vizioni i kishës son, për çfarë do të thotë kjo përkushtim ndaj Perëndisë, dhe duam me të vërtetë të shikojmë me kujdes çfarë na thot Zoti për këtë. Do të jemi për 6 javë duke folur mbi këtë vizion. Nuk do të jemi duke nxjerrë diçka të jashtëzakonshme, ndoshta shumë prej nesh mund t'i kemi dëgjuar shpesh herë këto çfarë do të jemi duke folur këtu. Por më pëlqen fakti që i kthehemi përsëri, unë them themelit, bazës apo rrënjve. Si puna e saj pemës, që pema ka stinët e saj. Nëse po merremi me rrënjët, jemi duke kthyer dheun, jemi duke i hedh ple, ose ndoshta një dhe pak më të mirë po e uvisim. Kjo do thotë stina që ne po merremi me rrënjët. Nuk është koha që të merremi me frutat ose me krasitjet. Dhe kjo është çfarë duam të fokusohemi këtë vit. Duket e thjesht për kushtim ndaj Perëndisë dhe ndaj njëri tjetrit, por unë mendoj që është gjithë jeta jonë. Unë dua që në mënyrë individuale, ju, të gjithë ne si kish, të mund të jemi duke bërë hapin tjetër, çfarë do të thotë, si mund të rritemi në përkushtim ndaj Perëndisë dhe ndaj njëri tjetrit. Unë kam zgjedhur pasazhin tek Mateu 22, 35 dhe 40. Le ta lexojmë bashkë. Dhe një nga ata, mësuesi i ligjit, e pyeti për të vënë në provë duke thënë, e pyeti Jezusin: "Mësues, cili është urdhrimi i madh i ligjit?" Dhe Jezusi i tha: "Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhrimi i parë dhe i madhi. Dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është duaje të afërmin tënd por si vetveten, dhe në këto dy urdhrime varet i tërë ligji dhe profetët." Në këto dy urdhrime, i gjithë ligji, gjithçka çfarë kishin thënë profetët, Jezusi e përmbledhi në këto dy urdhrime. Le të lutemi përpara se ecim më tutje. Perëndi i madh, gjërsa shikojmë shkrimin, fjalën tënde, shpeshherë ndoshta këto vargje që do të lexojmë, mund të kemi lexuar 10 herë. Por unë lutem që ti do të vish edhe përsëri do të na japësh një zbulesë më të madhe. Çfarë do të thotë të duam ty e duam të afërmin tonë? O atë lutem na bëj ne nevojtar, që të jemi të gatshëm për të pranuar shumë më tepër nga ti. Edhe për të mos thënë që unë e di këtë, por Zot lutem na bëj të përulur. Edhe na mëso gjatë këtyre javëve, gjatë këtyre muajve që ne studiojmë fjalën tënde. Në emrin tënd Jezu Krisht lutem. Amen. Qëse po flasim për përkushtimin, gjithë ne kemi përkushtime të ndryshme në jetën tonë. Brenda familjes, unë do thoja përkushtim bashkëshorte, ndaj fëmijëve, prindërve tanë, të afërmve. Kemi pastaj përkushtime tjera ndaj punëve, ndaj përgjegjësive që bëjmë në jetë. Kemi shkollërat gjithashtu. Kemi pastaj përkushtime dhe pak jashtë familjes, komshi, miq që njohim. Tani,
arsyeja pse unë thash për kushtime në këto marrëdhënie, sepse ne kemi nivele të ndryshme të këtyre marrëdhënieve. Pra, familja jote e ngushtë, ne e dim, sepse është tepër e ngushtë dhe nuk do të jetë një përkushtim siç është me kushuririn. Nuk më ndomendje që ti shkon për dita tek shtëpia e kushuririt, ti shkon në shtëpinë tënde dhe mblidhesh me familjen tënde. Pra është komplet tjetër një përkushtim që ke ndaj familjes ngushtë me përkushtimet e afërmve apo miqve. Pra, ne në jetë vëllezër motra kemi përkushtime të ndryshme, të niveleve të ndryshme. Dhe patjetër ka raste që ne mund të jemi pak ballafaqohemi me një realitet i cili na thotë ky ndoshta që është i pesti në listë, ka mundësi të jetë edhe i treti ose i dyti në listën tënde Landi. Ndoshta ky që është i shtati në marrëdhënie me ty, ka mundësi që mund të jetë i dyti. Edhe jemi pak konfuzer pas herës, sepse varet nga situata që është. Sot duam të flasim si mund t'i vëmë këto prioritete këtë vit në radhën e duhur. Dhe ndoshta shumë për nesh i kanë vënë për vitesh, lavdi Zotit, do vazhdojmë përsëri të fokusohemi në këto prioritete. Si të mund ta mprehim atë fokusin e këtyre prioriteteve. Kuptoni? Kur e pyetën Jezusin, ky grupi i thanë, mësues, na thuaj për gjithë ligjin, na i mblidh me 2 fjali, na i bëj pak thjesht. Sepse shumë profet kanë folur në qindra vjet, kanë thënë gjëra ndryshme, të lutem, cili është ligji më i madh? Na thuaj, të lutem. Na jep një formulë edhe ne ta marrim e të shkojmë në shtëpi. Mos të lodhemi kot. E mendoj Jezusi e përmblodhi gjithë dhjatën e vjetër, duke thënë, duaj e Zotin, duaj të afërmin. Më thjesht edhe më shkoqur, më qartë, nuk bëhe më. Thjesht fare. Vetëm këto të dyja ata. Duaj e Zotin dhe duaj të afërmin tënë. Edhe i gjithë ligji e ke në paket, nëse ke bërë këto të dyja. Të duash Perëndin është prioriteti yt i parë në jetën tënde. Perëndia është krijuesi yt. Në qoftë se ne vëllezër nuk i vëm rëndësi kësaj që unë sapo thash. Ishte ndoshta diçka e madhe. Perëndia është krijuesi yt. Kemi vargje të tëra që thotë, ai na formoi në barkun e nënës tonë. Çdo kock, çdo gjë që gjendet këtu sot, ka krijuar Perëndia. Po në të njëjtën mënyrë ty. Tani, ai na krijoi, thot fjala e Perëndis, për të pas marrëdhënie me të. Dhe mendoni tani, në qoftë se dikush e humb këtë mundësi, që të mos ketë marrëdhënie me krijuesin e tij. Gjëja, le ta them, më kryesore. Edhe nuk e them unë këtë, e thot fjala e Perëndis e vërteta absolute. Në qoftë se dikush nuk po njeh fjalën e Perëndis, nuk po ka këtë marrëdhënie me krijuesin, me të vërtetë ne po humbim jashtëzakonisht vëllezër. Çfarë do të thotë të duash Perëndin? Unë të drejtën do t'i përgjigjem kësaj me disa përgjigje dhe jo vetëm me një, sepse patjetër është pak, duket si koncept pak i ndërlikuar dhe njerëz të ndryshëm patjetër i kanë dhënë përgjigje të ndryshme, edhe prandaj duam që thjesht vetëm ta qartësojmë pak më mirë sot. Së pari, le t'i përgjigjemi asaj se çfarë do të thotë të duash. Të jesh i martuar
nuk do të thotë të jesh i dashuruar. Të jesh i martuar nuk do të thotë të jesh i dashuruar automatikisht. Ja? Unë mendoj që shumë për nesh që jemi të martuar, unë besoj që jemi gjithashtu dhe dashuruar me bashkëshortet tona. Por jo automatikisht do të thotë kjo. Dikushi që beson në ekzistencën e Perëndis, nuk do të thotë që do të shpëtohet, ma thotë shkrimi. Edhe djalli thotë beson në ekzistencën e Perëndis. Por ai është kundra, është nga ana tjetër. Në qoftë se dikushi sakrifikon gjithë nga ne këtu, sakrifikon jetën e tij, jep gjithçka, apostulli Paul thotë, edhe sikur ta jepja trupin tim të digje, thotë, të hipja gjithë pasuritë e mia, po mos kisha dashuri, thotë. Si jam asgjë. Për kufizimi i dashurisë, në gjeta shkova tek fjalori dhe gjeta këtë për kufizim, pavarësisht a mund të bien të gjithë dakord apo jo, dashuria, thonë të fjalori, është një ndjenjë e fortë që përfshin mendjen, shpirtin, zemrën dhe gjithë qenien tonë. Ja? Shpeshherë ne mund të kemi dëgjuar që dashuria është vendim, edhe nuk është ndjenjë, edhe jam dakord me këtë, por ja që ne si njerëz, shpeshherë, hecim dhe me ndjenja. E keni vënë re këtë? Apo s'ka fare këtu në këtë? Ne hecim dhe me ndjenja. Hecim me ndjenja për të blerë diçka, hecim me ndjenja për kur marrim një vendim, jo gjithmonë, sidomos janë disa që janë shumë të perëndishëm, edhe ata nuk ecin me ndjenja, por janë disa të tjerë që ecin dhe me ndjenja. Ja? Është një interes i madh kur ne gjejmë kënaqësinë, ishte një thënie tjetër për kufizimin mbi dashurinë, është një interes i madh kur ne gjejmë kënaqësi mbi diçka. Dashuria, vëllezër motra, luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e përkushtimeve tona. Do të them edhe një herë, dashuria luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e përkushtimeve tona. Kjo do të thotë që shpeshherë ne marrim vendime duke u bazuar në ndjenjat tona. E di, nuk duhet të jetë kështu, por ja që shpeshherë jemi dhe të dobët. Mirë? Ose ndoshta për ta kuptuar këtë më mirë është shiko pak ku e derti energjinë, kohën tënde më të madhe. Çfarë ke dëshirë, edhe madje kur je i lodhur, je tepër i zënë me punë, por ke 10 minuta kohë. Dhe në atë 10 minuta ti do të gjesh patjetër të bësh atë çfarë ti me të vërtet pëlqen, me të vërtet dashuron, me të vërtet je në dashuri me atë gjë. Ti do ta gjesh kohën për atë, apo jo? Unë të paktën kur isha i dashuruar me gruan time, nuk ishim akoma të martuar, tani ne vazhdojmë të jemi dashuruar, mos më keq kuptoni, por në fillim. Unë atëherë unë do gjeja çdo minutë që mundesha për të kaluar kohë me gruan time. Nuk e di për ju, ndoshta ju sjeni kështu, por unë isha kështu. Madje shumë kohë më përpara ishte dhe vështirë dhe s'kishim celular në atë kohë kështu. Sot e kam vënë re që mund të jemi dhe me orë në celulare, kemi falas shumë mirë. Nëse kishim këtë mundësi, kohë shumë më përpara. Por, çdo 10 minuta, çfarë kohë, çfarë do lloj kohe që unë gjeja, unë do t'ja kushtoja gruas time. Ja? Dashuria jon përcakton përkushtimin apo atë se çfarë
do të bëjmë në jetë. Dashuria jonë përcakton përkushtimin apo ato se çfarë ne duam të bëjmë në jetë ose të arrijmë në jetë. Çfarë dua të them me këtë? Është një shtytje dashuria brenda jetëve tona që her pas here Landi qëndron fort edhe thot, jo Landi, ti nuk do ecësh me ndjenja, ti do të ecësh me të vërtetën. Çfarë thotë e vërteta dhe bazohet tek e vërteta. Dhe ka raste që Landi mund të mos eci i bazuar tek e vërteta, por eci me këto ndjenja. Ndoshta nuk është mëkat, po mirë. Edhe unë eci me këto ndjenja, kam dëshirë, ndoshta të bëj këtë që e sot, apo kam dëshirë me kohën time, të shkoj këtu, të bëj këtë. A më kuptoni që them? Kjo lloj shtytje, pra kjo lloj pasioni, dashurie, që unë po flas, përcakton shpeshherë ku do ta derdhun kohën time, jetën time, minutat e mia. Të kuptojmë që zemra apo ndjenja tona ndjekin një thesar. Kur unë isha i dashuruar, nusja ime ishte thesari. Më fani që po them her pas here këtë gjë, vetëm dua të shkojmë duke dhënë shembuj të thjesht. Ky ishte thesari im për atë kohë. Unë isha i dashuruar. Është mëkat? Absolutisht jo. Por unë thjesht kohën time, energjitë e mia i hodha në këtë marrëdhënie, në këtë drejtim. Mirë? Thesare tona, ne mund ta gjejmë veten tonë vëllezër, duke ndjekur një thesar. Her pas here. Mbani mend se çfarë tha Jezusi tek Mateu 6:21, sepse ku është thesari juaj, atje zemra juaj do të jetë. Ku është thesari juaj, atje do të jetë zemra, thotë. Tani, po ta shikojmë këtu pak me kujdes se si, nuk e di a është rasti apo se si Jezusi e ka vënë këtë varg, por së pari Jezusi thotë, aty ku është thesari dhe pasohet nga zemra. Zemra do të shkojë dhe do ta ndjek, thotë. Për diçka që zemra jon po kërkon këtë thesar, zemra do të shkojë në atë drejtim. Shikoni? Në mënyrë që zemra të bie në dashuri me Perëndin, me Zotin, siç folëm në vargjet më përpara. Lexuam, duaje Zotin me gjithë zemrën. Mirë? Ajo duhet ta vlerësoj, ta çmoj Perëndin si një thesar. Dhe tani këtu kemi bëhen pak gjërat pak më të komplikuara. Si ta bëj unë Landi Perëndin thesarin tim. Si ta bëj unë Perëndin thesarin tim. Këtu jemi gjithë dakord, domethënë, sepse po flasim që unë të jem dashuri me Perëndin. Dashuria jonë është rezultati i asaj që çmojmë apo vlerësojmë më shumë. Kur ne me të vërtetë zbulojmë apo takohemi me Perëndin, kur ne shikojmë këtë vlerë tek Perëndia, ne fillojmë ta çmojmë. Ne fillojmë ta çmojmë këtë marrëdhënie. Kthejmë përsëri. Unë mendoj që të gjithë ne këtu kemi rënë në dashuri dikur, ha? Ishte kjo ndjenja pra e fortë brenda nesh, përfshiu gjithë qenien tonë, mendjen, zemrën, shpirtin tonë, të gjitha. Unë nuk kisha nevojë që ta shtyja Landin që
ta dashuronte gruan apo të fejuar. S'kisha fare nevojë. Madje, unë duhet që ta mbaja Landin. Landi ishte plotësisht atje. Tani, kur unë lexoj këtë varg me gjithë zemër, shpirt, mendje, unë them drejtën, kjo më shkon në mendje direkt. Si t'jemi Landi në këtë dashuri në Zotin. Si t'bie Landi në dashuri në Zotin. Kur themi t'i përkushtohemi, ishte quajtur kjo seri, t'i përkushtohemi Perëndis. Kemi përkushtimet tona të ndryshme si thash në jetë. Edhe mund t'jesh sot i martuar, dhe si thash mund të mos jesh i dashuruar. Ti mund ta kalosh gjithë jetën tënde duke mos qenë i dashuruar. Përsëri je i martuar. Edhe vazhdon, edhe bën jetën tënde çdo ditë këtë mënyrë. Unë nuk kam dëshirë që jeta ime me besim të jetë kështu, si kjo martesë. Unë dua që qenia ime tjetë e përfshirë, ta shikoj qenien time që e do Zotin me gjithçka. Syno ta bësh Jezusin thesarin tënd më të madh. Thesarin tënd më të madh. Apostulli Paul thot tek Filipianët 3:8, dhe me të vërtet i konsideroj të gjitha këto një humbje në krahasim me vlerën e lartë të njohjes së Jezu Krishtit, Zotit tim, për shkak të të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj ple, që unë të fitoj Krishtin. Vetëm me këto vargje, ti e shikon shumë mirë se me kë ishte dashuruar Pali. Apo jo? Çdo gjë thot i konsideroj ple, as nuk dua t'ja di fare. As një gjë nuk është në këtë botë, thot Pali, përveç marrëdhënies me Perëndin. Shpenzo kohë me Zotin dhe lëre dritën e tij të shkëlqej në zemrën tënde. Të lexojmë shkrimin, të kalojmë kohë me shkrimin, vëllezër motra, të kalojmë kohë në lutje dhe në meditim, na njene me karakterin e Perëndis, edhe se kush është Perëndia. Është tepër e rëndësishme që ne të mund të kalojmë kohë me të. Shiko, unë kaloja kohë kur nuk isha patjetër pra i martuar me gruan time, unë doja të kaloja kohë me të. Kjo marrëdhënie që ne po flasim këtu, është një marrëdhënie që ti shiko 5 minuta, ndoshta je me bicikletë, je në makinë, je në këmbë. Ku je? Çfarë do ti jesh duke bërë? Apo e shikon këtë marrëdhënie me Perëndin, me këtë krijuesin tënd që ka krijuar ty në këtë lloj mënyre. O Zot, po pse mendon ashtu? Po duhet ta bëj atë? Po, të lutem jep dashuri për Bertin se dje në fakt fola pak me të, po nuk ishte mirë. Po, Zot, lutem, falenderoj shumë, jam shumë i njohës. Ti je madhështor, ti je s'ka si ti. Kjo nuk ka të bëj, vëllezër motra, me 5 minuta, 10 minuta, lutje, apo të lexuarit e disa vargjeve. Po unë po flas për një marrëdhënie ku i gjithë qenia jote është e përfshirë.
kam darë këtë disa herë, vazhdoj të ndaj, është goxha frymëzim për mua, një film ku flet për izraelitët cilët ishin në Rusi, edhe është dikushi, një 60-70 vjeç, nuk e di, mënyra se si ky e trajtonte marrëdhënien me Zotin e jashtëzakonshme. Ky shiste qumësh, kupto? Fshatar aty. Edhe shiste qumësh, shkonte shtynte karrocën, ecte domethënë përgjatë fshatit, gjatë gjithë kohës. Ky është duke komunikuar me Zotin. Gjithë kohës. Edhe madje me dobësit që ka, edhe madje me frikrat që ka, me çfarë do lloj gjëje që po has në jetë. Ai vazhdon vetëm komunikon. Edhe nxjerr pak kur shikoj Davidin, apo njerëzit ndjatën e vjetër, po ndoshta më shumë Davidin, si barit, djali i vogël, me fyllin aty, çfarë bënte Davidi? Gjithë ditën. Mendoj që ky ishte dashuri me Zotin. Davidi i binte fyllit, edhe marrëdhënie, dashurie me Perëndin, krijuesin e tij. Edhe vetëm është një pikturë, shohim pak Palin, shohim pak Davidin, ky film, domethënë që unë sapo thash, vetëm jep një pikturë që, kjo është marrëdhënia me Perëndin, si unë të njihem me të. Edhe kur kam sfidat e mia, edhe kur nuk po besoj, që t'i them atij, e keni parasysh që ne shpeshherë vetëm nxjerrim gjërat e mira me gojë, a thua ti sikur ai nuk e njeh zemrën time. Edhe vështirë nga herë të themi, o Zot, më fal, unë nuk besoj. Nuk e besoj ndoshta këtë varg që sapo lexova tash, nuk e besoj, të lutem, eja edhe më ndryshoj qenien time. Unë kam sot sfidë, kam një provë, kam situatë vështirë. O Zot, të lutem, eja dhe më jep këtë forcë, këtë fuqi. Kur ne me vërtet e shikojmë këtë marrëdhënie me Zotin në këtë lloj niveli, në këtë lloj të rënurit në dashuri, kjo pasohet me vepra, kjo pasohet nga jeta jonë. Nuk kam nevojë unë t'i them, o Land, a do të flasësh ti me Adin për këtë dashuri? Nuk kam. Domethënë unë do flas, nuk ka se si. Kur u njoha unë me gruan time, që rash këmbë krye në dashuri, unë i tregova të gjitha. Nuk lash një ri pa i treguar, domethënë patjetër kur kishim shpall fejesën, unë patjetër do t'i thoja të gjitha, më komshive të mi, më shokëve të gjithë, nëse takoja me një dhe nga klasa, nga shkolla, kupton? Jam feju, kjo është e fejuar e ime, kështu. Pse? Se kishte ndodhur diçka brenda jetës time. Kur po përjetojmë këtë lloj marrëdhënie, dashurie me Zotin, Landi e humb të ruan. Ashtu si që humbi kur ran dashuri me të fejuarën e tij. Si themi ne, ky është bëri çik i çuditshëm, nuk e di çfarë ka ky. Keni parë ndonjërin që sapo është njoft me fjalën, sapo ka kuptuar mbi dashurinë e Zotit, ai nuk do të lë aty rat, ai ja Biblën. Ai lexove këtë vargun ti. Po mirë. Unë kam pas disa në grupin tim kështu, edhe gjithmonë kur do vinte, shikoni, rrini një minutë, do lexonte një shkrim, ai kishte lexuar mbi 30, domethënë, libra të ndryshëm atë ditë. Ti duhet rrihet ta shikoje sytë e tij, si shkëlqenin për atë që ai po përjetonte. Nuk ishte diçka, po çuna, shiko, kam lexuar diçka sot, ndoshta leta do ta ndaj me ju. Një lëvizje e brendshme. Përfshin gjithë shpirtin tënd, zemrën tënde, gjithçka që ti je.
Dhe kur Jezus i tha, duaj e Zotin, ishte duke thënë, me këtë këndvështrim, me këtë lloj niveli marrëdhënie, me gjithçka, si gjithçka, gjitha fare, ti lë gjitha edhe të mendoj për atë, tani nuk s'mund t'i lë pak gjitha, se unë duhet mendoj dhe për punën, a kupto? Dikush i tha, shiko, a i luti për atë punën tënde? Po pse tha dhe për punën do lutem unë, tha, do më thënë, puna, tas janë gjëra shumë shpirtërore, tha, kupton? Unë jam duke thënë për gjitha, për punën tënde, për shkollën tënde, çfarë do bësh nesër, çfarë do bësh pas nesër, kur s'ke më para në xhep fare, ose kur ke para boll, e si ti shpenzosh ato dhe kujt ja japësh, pra edhe për këto po flasim. Uroj që nuk i japim para ati fëmijët, se ndoshta ajo dëgjoj që t'i japi dhe paratë mia. Vargu i fundit tek ligji për të rirë, kapitulli 10, 12, 13. Dhe tani, o Izrael, çfarë kërkon nga ti Zoti Perëndia yt? Të kesh frikë nga Zoti Perëndia yt, të ecësh në të rrugët e tij, ta duash dhe t'i shërbesh Zotit Perëndis tënd me gjithë zemër e me gjithë shpirt. Shikoni vargun e fundit, më pëlqen shumë, dhe të respektosh për të mirën tënde. Për të mirën tënde, të gjitha urdhrimet dhe statutet e Zotit që sot të urdhroj. Bëje këtë, i tha Perëndia popullit Izraelit shumë kohë më përpara, bëje këtë, sepse kjo është për të mirën tënde. Shpeshherë, na duket që marrëdhënia me Zotin, ta bëj këtë me të vërtet ta bëj, është e vështirë. Ka raste që unë s'mendoj fare që ajo është më e mira për mua. Ka raste momentale që unë them, a është kjo me vërtet më e mira për mua? Duaje fjalën e tij, sepse është dritë për këmbët e tua, duaje këshillën e Perëndis sepse të shpëton, duaje Perëndin, sepse ai të deshi i pari. Duaje dhe mbaje këtë marrëdhënie të shenjtë, të pastër, si një thesar. Si një thesar. Nesër, derisa Papa Francesku viziton Shqipërinë dhe sjell këtë mesazh shprese edhe dashurie në ne, mua më pëlqeu jashtëzakonisht nëse vut re tek këto reklamat televizorit, më pëlqeu jashtëzakonisht ajo thënia që ai kishte zgjedhur. Ai thonte së bashku me Zotin drejt shpresës që nuk zhgënjen. Sa po e pash këtë thash, një thënie kaq e urtë dhe kaq domethënie, së bashku me Zotin drejt shpresës që nuk zhgënjen. Dua vetëm ta mbyll edhe t'ju nxis, t'ju sfidoj këtë vit, ta shikojmë marrëdhënien tonë me Perëndin si thesar, si diçka më të çmuar që kemi në jetën tonë. Pa tjetër, po flasim për një përkushtim, do ketë ndoshta ditë që unë ndoshta s'kam shumë dëshirë ta lexoj fjalën, ndoshta të lutem. Por i lutem, kur flasim për përkushtim, unë kur shkoj në shtëpinë time,
ju fola deri tani për gruan time që e dua shumë, edhe po ka dhe raste, plot ditë, në jetën time që unë jam telef i lodhur nga puna dhe duhet ta lë punën edhe pa tjetër të shkoj në shtëpi, ti kushtohen asaj. Dhe ka raste që them, sa mirë do ishte ndoshta të shtrihesh tash, por vetëm për shkak sepse jam përkushtuar asaj, unë ngrihem dhe vazhdoj. Kështu që ka raste ndoshta që për këtë përkushtim që flasim ndaj Perëndis, mund ta gjejmë veten tonë her pas here dhe të lodh edhe të raskapit. Mirë, le të lutemi. Perëndi i madh, jepna këtë këndvështrim. Jepna këtë këndvështrim, o Zot, se si të duam ty. Çfarë do të thotë që ti t'jesh thesari ynë në këtë vit, që ti t'jesh fokusi i vetëm në jetën tonë, pavarësisht se çfarë jemi duke bërë. O Perëndi, të lutem na hap sytë e mendjes sonë, ndriçona prej së larti, si të shikojmë ty si thesar, si gjën më të çmuar që ne kemi në jetën tonë. Perëndi, të lutem na ndihmo këtë vit të duam ty. Në emrin tënd Krisht lutemi. Amen. Kam shumë dëshirë ta këndoj me të njëra të këngën e re që kënduam që parë. Është një këngë që unë e kam mësuar ditët përpara 2 javësh që kam mësuar si këngë, edhe më ka pëlqyer shumë edhe me zi prisja në fakt ta sillja edhe këtu në Kish ta lavdronim Zotin bashkë përmes kësaj këngë. Ndoshta edhe për faktin se i shkon për shtat jetës time në këto momente. Më pëlqen shumë vargjet ku thot se Zoti e ka shkruar emrin tim në dorën e tij, edhe ai e mban emrin tim në zemrën e tij. Përpara frumit Zotit lartë, kam një krye priv që më do fort, një avokat për sosur kam, që sot jeton më ndër mjeton. Emrin tim ka shkruar në dorë, emrin tim në zemër e mban, e di që sa në gjithë qëndron, do ta zgjë s'mëndan, nga i do ta zgjë s'mëndan. Kur djalli vjen të më dëshpëroj dhe më tregon çdo gabim, si t'lartë i ngrej Zotin shikoj, dha fund më kam ditin, se një shpëtimtar pa më ka t'vriq, dhe shpirtim tash është i lirë, se Perëndia i drejtu knaq, të shoh atë dhe t'ma fal mua, të shoh atë dhe t'ma atje lart qenë gjigja, është djeli imi drejt të
jetësis I pandryshueshmi unë jam Me tirit dhe lavdis Jam një me të, jo nuk do t'des Se shpirti im është bler me gjak Jeta ime atje është pshet Te Krishti Zot dhe shpëtimtar Te Krishti shport dhe shpëtimtar Jam një me të, jo nuk do vdes Se shpirti im është bler me gjak Jeta ime atje është fshet Te Krishti Zot dhe shpëtimtar Te Krishti Zot dhe shpëtimtar Mirë, do të vazhdojmë, do të adhurojmë, por ndërkohë është edhe koha e ofertës. Kërkova Zotin dhe atë kërkoj Të banoj në çadrën e tij për çdo ditë, për çdo ditë, për çdo ditë Që kërkova Zotin dhe atë kërkoj Të banoj në çadrën e tij për çdo ditë, për çdo ditë, për çdo ditë Që të sodis bukurin e ti Të adhuroj në prezencën e ti Veshin që kërkoj dhe dëshiroj Banoj tek ti Që të sodis bukurin e ti Të adhuroj në prezencën e ti Veshin që kërkoj dhe dëshiroj Banoj tek ti Që kërkova Zotit dhe atë kërkoj Të banoj në çadrën e tij për çdo ditë, për çdo ditë, për çdo ditë Një që kërkova Zotit dhe atë kërkoj Të banoj në çadrën e tij për çdo ditë, për çdo ditë, për çdo ditë Që të sodis bukurin e ti Të adhuroj në prezencën e ti Veshin që kërkoj dhe dëshiroj Banoj tek ti Që të sodis bukurin e ti Të adhuroj në prezencën e ti Veshin që kërkoj dhe dëshiroj Banoj tek ti Të sodis bukurin e ti Të adhuroj në prezencën e ti Veshin që kërkoj dhe dëshiroj Banoj tek ti Që të sodis bukurin e ti Të adhuroj në prezencën e ti Veshin që kërkoj dhe dëshiroj Banoj tek ti
arsyeja që rojnë, je vizioni dhe qëllimi, je uji që pithe sari që unë kërkoj, më shumë se anë, jem në zemrën një zjarë, dashuria pasioni për ti, i ajri që marrë, e kënga që del, them në zemra ime, Jezus, Zot mbi çdo gjë, mbretëroti të kur, Jezus para altarit tu vi, zemrën t'jap, u pëvullneti të kur. Je arsyeja që rojnë, je vizioni dhe qëllimi, je uji që pithe sari që unë kërkoj, më shumë se vetëm juve, i në zemrën një zjarë, dashuria pasioni. Jezus, Zot mbi çdo gjë, mbretëroti të kur, Jezus para altarit tu vi, zemrën t'jap, u pëvullneti zemrën t'jap, u pëvullneti zemrën t'jap, u pëvullneti të kur. Mirë, ne duam të jemi shpresë për jetën dhe edhe në çdo aspekt të jetës tonë. Unë dua që të seriozisht të mund të shfrytëzojmë çdo mundësi tonën për të shpallur Krishtin, qoftë fenomene shoqërore dhe aktivitete si ardha e Papa Franceskut nesër apo kudo ku do ndodheni, qëndroni fort në Krishtin dhe ndajeni atë pavarësisht çdo rrethane, sepse njerëzit kanë nevojë që të njohin Krishtin. Lutuni fuqishëm për veten tuaj, për çdo që ju rrethon, sidomos për çfarë është duke ndodhur dhe në lindjen e mesme sot në veri të Irakut, shumë masakra të mëdha janë duke ndodhur ndaj të krishterëve dhe kur një gjymtyrë e trupit vuan, i gjithë trupi vuan. Jini ngulmues në lutje, në mëngjes, në drekë, në darkë. Lutuni, thot Bibla, pa pushim. Qëndroni duke dëgjuar prej Zotit, duke dëgjuar dhe duke ndërmjetësuar për të gjithë popullin e tij përpara tij. Zoti ju bekoftë jashtë mase këtë javë dhe do të shihemi javën tjetër. Mirupafshim.